Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar edhe një herë mikun ton Agim Aliçkaj. Jemi përpara një çështje disi të ndërlikuar në Kosovë, deri në datën 5 duhet përcaktohet të bëhen zgjedhjet për të caktuar presidentin apo presidenten e ardhshme të Kosovës. Ky problem po ndërlikohet kohët e fundit pasi vetëvendosja po thot që nuk I ka numrat për Vjosa Osmanin për të bërë presidente. Për të analizuar situatën, kemi ftuar edhe një herë mikun ton Agim Aliçkaj. Agim, si kaluat? Mirë, shumë faleminderit Rafael. Ju në kuadër të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe si aktivist prej shumë vitesh e ndiqni zhvillimet më të fundit në Kosovë. Ne patëm një bisedë para do kohe dhe shprehem opinionin ton që zonja Osmani ka arritur edhe në arenën ndërkombëtare të jetë aktive, të njihet deri tek ajo shenja domethënëse e zotit Trump kur I thanë që ose keni probleme me Serbinë na telefononi. Në madje ka një ndryshim të qëndrimit amerikan ndaj Serbisë I deklaruar sot nga vet Vučići, I cili tha unë nuk takohem me sekretarin Marco Rubio, sepse ai kërkon njohjet Kosovës. Si është situata? Situata, si e thatë, vetë është shumë e komplikume, Rafael, por çdo gjë e gjendje të qarja, çdo gjë mund të kryhet kur është qëllimi mirë. Ne normalisht po presim çka do të bëjnë në Kosovë, domethënë personat që që kanë kompetenca, të fillu prej kryeministrit dhe deputetëve, partive politike, por kur e përmendet punën e Serbisë, është plotësisht e vërtet që ka ndryshuar një qasje ndaj Serbisë. Marco Rubio, Vučići ka thonë s'takohet sepse Marco Rubio nuk takohet me te. Është e kundërta. Marco Rubio në mas takimit të bordit të paqes pat një takim veçantë me zonjën presidente Osmani. Ajo ka domethënien edhe më të madhe se sa vet ai takimi I bordit të paqes. Domethënë ka qenë takim I veçantë, mënyrë të veçantë në departament shtetit, gjatë që Serbia tashti është larg prej asajne. Prandaj Vučići mund të thotë çka don. Unë e pash edhe sot se ai ka kritikuar sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Po. Domethënë praktikisht është ka shkuar në drejtimin Rusisë në drejtimin që e kuptojnë prendimi, e kupton Amerika që Serbia nuk është me ta. Kjo është esenca e çdo gjëje. Serbia është armik I Amerikës. Pse nuk ka fuqi kundër Amerikës ose diçka tjetër, por Serbia e urren Amerikën me zemër, ndërsa populli shqiptar dhe kombi shqiptar e don edhe Kosova dhe gjithë e don Amerikën me zemër për shumë arsye. Tashti kur është çështja e zgjedhjes presidentes, ne siç e biseduam edhe atëherë, unë mendoj se në këtë moment këtu nuk kemi çka diskutojmë, këtu nuk ka favorizime, është vetëm një interesi I Kosovës. Interesi I Kosovës e kërkon që presidentja Vjosa Osmani, me gjitha arritjet që janë të kapshme, që I kemi pa gjithë për çdo ditë, që I ka pa edhe populli, të rizgjedhet presidente edhe për 5 vjet. Po nuk bëhet kiameti edhe për 5 vjet që nuk zgjedhet, 5 vjet nuk mjaftojnë. Një mandat kur nuk mjafton një person me kry ato punën krejt as si duhet. Ai person, domethënë që në këtë rast Vjosa Osmani ja ka arrit që deportoi në gjitha forumet ndërkombëtare, ja ka arrit që ta mësoj atë detyrë në mënyrën më profesionale, aftësitë ajo I ka pa gjithmonë. Mirë po përvoja bën vetën. Prandaj pse ti don me hek dikën I cili është ka punon mirë. E vetëm arsye që është mos me zgjedh Vjosa Osmanin është sikur ai të punon të keq. Pralla janë ato që thonë na duhet unifikuese, na duhet një person unifikues atje. Këtu është qëllimi I partive me përfitu diçka, me nuk diçka prej vetvendosjes që ka fitu kryeministit Kurti me koalicion, mos tan veç vetvendosja, cilët I kanë fitu zgjedhjes, ata po duan me marr diçka. Domethënë me shurdurasë, ne me blloku Kosovës. Më fal. Është edhe I vetvendosjes. Ky është qëndrimi I vetvendosjes. Se mund të gjente leva për të
marrë për shembull nga LDK-ja një mbështetje për Vjosa Osmanin, që edhe mund ta marrë. Pse LDK-ja nuk mundet me mbështet në Vjosa Osmanin? Pyetja është, pse? A ka ndonjë arsye që unë nuk e kam pas një arsye të vlefshme që LDK-ja mos ta mbështet Vjosa Osmanin, as PDK-ja. Çfarë arsye ka? Jo nuk është unifikuese tamam. Ata po kërkojnë që duhet me bëni president Qyçan, i cili ndëgjon gjithë LPP që gjithëve, ja marrën qefë, ai është president atër. Po presidenti neve na duhet më shumë i përfaqësu Kosovën në forumet ndërkombëtare. Ajo është kryesorja. Pastaj ajo edhe e dyta unifikuese, po, është Vjosa unifikuese. Pse? Për mbi 80% popullit e përkrah Vjosa Osmanin. S'ku po don ti ma unifikuese? Ma unifikuese mundën me qenë veç familja Jashari, cilët e tregon burrërinë e vet, trimërinë e vet, mençurinë e vet dhe refuzon që të merren me çështje politike. Si ju e thatë në fund të kësaj, po si e vlerësoni qëndrimin e përfaqësuesit të familjes Jashari, Murat Jashari, i cili është edhe avokat dhe jurist, që në emër të atij emri që ka familja Jashari për Kosovën dhe për kombin shqiptar nuk pranoi që të merret me lojra politike? Unë përpara i kom respektu, e kom adhuru, tash i admiroj familjen Jashari. Qëndrimi i familjes Jashari o ka tregon se ata nuk janë mo një familje, apo një person, apo një grup, ata janë një institucion kombëtar. Një institucion kombëtar edhe ashtu do të mbeten. Prandaj me gjitha respektet për ta dhe jam shumë impresionuar edhe me mënyrën se si e ka refuzu atë rol, sepse megjithatë nuk është kur gjë keq pse i kanë ofruar. Ajo është një respekt për ta. Unë nuk e nënçmoj ato pse nuk e marr se kanë tash, nuk besoj që ka pas ndonjë qëllim denigrues ose diçka me ashtu. Ju ka ofruar me qëllim se tu e ditë se ata me të vërtet janë një familje unifikuese dhe edhe kandidat unifikues. Duke mbajtur këtë qëndrim, ju e thatë, familja Jashari tregon se është një familje përbashkuese, ideja dhe të vendosje si ishte të zgjedhim një figurë përbashkuese që ta votonin partitë e tjera. Por disa analistë sot në Kosovë, po lexoja, janë të mendimit që këtë e ka bërë vetëvendosja, pasi do të pranonte çdo lloj figure nga LDK-ja apo PDK-ja, thjesht për të mos zgjedhur zonjën Osmani për ta vendosur si president. A ekziston kjo si teorikisht ekziston si mundësi, po praktikisht askush nuk i din gjitha, unë nuk i kam informatat interne, pse edhe nuk di çka mendojnë gjitha atje, çka mendon kryeministri, çka mendon vetëvendosja gjitha ato. Na përafërsisht po ndëgjojmë, po të gjitha janë si supozime, kalkulime të ndryshme, njerëzit po paraqesin ide të ndryshme. Dëgjoj. Këtu duhet me thjeshtu punën me ato çka ne shohim. Mua më intereson kush po e bojkoton zgjedhjen ose bllokon zgjedhjen e presidentit Osmani. Nëse Kurti s'mundet me i bë votat, kush nuk u ka jap votat? Në opozita s'u ka jap votat. Kjo është shumë e thjeshtë. Ndoshta Kurti nuk dëshiron ta zgjedhë presidentin Osmani, por e ka arsyen që mos mundohet që nuk do me hinë në votim, po e qeni sigur që do të votohet që mos shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. E tash, nëse opozita nuk don me votue, atër kush i ka fajet? Është opozita që i ka fajet. Nuk mundet me thonë Kurti. Kurti ndoshta i ka arsyet e veta. E tash, sikur opozita, LDK-ja ose PDK-ja të dalin publikisht, edhe të thonin kështu, ne nuk dëshirojmë, nuk është dëshira jonë që ne presidentin Vjosa Osmani ta zgjedhim, megjithatë, për interes të Kosovës, ne do të qëndrojmë në sallë, nëse vjen puna deri të votim. Mjafton kjo. Atëherë topi do të ishte te Kurti, te kryeministri Kurti. Nëse ai nuk do t'i bënte votat edhe nuk e bënte propozimin, atëherë do të fajet e ai. Po përderisa opozita
LDK, AK, PDK, gjithë, që ta 3 kryesorë, thonë non-stop që nuk e votojnë Vjosa Osmanin, do të qëndrojnë salë, atëherë s'ka këtë s'kemi ne, nuk kemi s'ka me diskutua, ka do një faj kurti, ka në një arsye kurti. Fajn e ka opozita edhe dëgjosh ka po thëmë, ka me I kushtu kësaj opozite tepër shumë kjo punë, nëse për faj ty në shkohet në zgjedhje. Nëse shkohet për faj edhe të kurtit, është diçka tjetër. Atëherë, në këtë mes, zgjedhjet nuk zgjedhin gjë. Do tjetë po ky raport forcash. Po njëjta gjë, derisa të mushen manë ata. Ata e kanë huqë rrugën në barë, zoti Rafael. 3 parë zgjedhje I humbën. Arsyeja është e vetme. Pse? Po bllokojnë, po bojkotojnë, po e nënçmojnë shtetin, po e nënçmojnë demokracinë. Veprimet e tyne, më fal, po veprimet e tyne janë kundër shtetit Kosovës. Pse? Për dëshira tyne për me arrit pushtetin me çdo kusht. E provon me grenella me atë mënyra ilegale, po populli shqiptar nuk e hangër. A kupton? Tu me demantime, jo, Amerika po thot që kurti nuk do të zgjidhet kur s'bën më zgjidh. E tash Amerika po thot që duhet Amerika po tregon simpati për presidentin Osmani. Pse LDK, edhe PDK, cilët po paraqesin aq shumë pro-amerikan, shumë bukur të mëshëm. Tash pse nuk e votojnë Vjosa Osmanin, kur ajo është pro-amerikane, e shka është edhe ma keq për LDK-n, ajo është rrugoviste. Ajo është rrugoviste, thojnë ata shka dojnë. Asnjë person në LDK nuk është marrë rrugovist se Vjosa Osmani. Në qëtë moment. E ata tash nuk e votojnë Vjosa Osmanin. Këtu tash u ka tregojnë fytyrën e vet vërtet, si ata bëhen sipas nevoje, herë pro-amerikan, herë kundër Amerikës, vetëm për interesat vetave. E ka të veta, interesin e pushtetit, interesin që ti ikin përgjithësisë për punën dhe për korrupsionin që kanë shkaktu për më shumë se 20 vite. Janë shumë arsye tjera aty pse ata do përveç që duhen me ul karrik. Po nuk ka karrika, nuk merret karrika, populli nuk ka budall. Duhet më bë më mirë se kryeministri Kurti për me marr karrikën. S'ta japin. A vetëm jënë ka shkaktojnë, ata do me thonë praktikisht, krejt puna opozitës, asnjë gjë konstruktive, asnjë propozim të meqëm, asnjë propozim për shtetësi, asnjë propozim që është më e rëndësishmja, se tash po me vërtet po ngritet edhe inati ndaj tyne, çka më e rëndësishmja. Çka jënë ka bojnë opozita kundër Serbisë në këto momente? Çka? A ka një punë të mirë që jënë ka bojnë kundër Serbisë, apo në mbrojtje të integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Çka? Asnjë sen. Hiç. Do me thonë, ata nuk janë ka punojnë atë gjë mirë, nuk janë konstruktive, edhe nëse shkojnë në zgjedhje me fajt tyne, ata e meritojnë të zhduken si parti dhe të dalin do parti tjera. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu I dham fund emisionit ton Argument. Do takohemi me zotin Aliçkaj pas zgjedhjeve të presidentit apo presidentes për të analizuar situatën e krijuar. Miru takofshi.